I përfshirë në sherin me një viktim ekstradohet nga Greqia 39 vjeçari. Një person i dënuar për plagosje të rënd me dashje është ekstraduar ditën e sotme nga Greqia. Autoritetet raportojnë se nga shteti fqinj është ekstraduar shtetasi shqiptar Marinel Demiri, 39 vjeç, banues në Pojan Korç, i cili ishte kapur në Greqi pas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Autoritetet raportojnë se gjykata e apelit Tiranë e ka dënuar Marinel Demirin me 5 vjet dhe 6 muaj burgim për veprën penale plagosje rënd me dashje. 39 vjeçari ti kanë ngelur për të vuajtur dhe 4 vjet e 5 muaj e 18 ditë. Nga hetimet rezulton se shtetasi Marinel Demiri është përfshirë në një konflikt me sende të forta në fshatin Pojan Korç, gjatë së cilit ka humbur jetën shtetasi Ali Zeneli, 75 vjeç, i cili kishte ndërhyrë për të ndihmuar djalin e tij Petri Zeneli gjatë një konflikti me të rinjt, raporton policia, teksa ngjarja ka ndodhur në vitin 2011.